Që tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, apo Ubej prej sahabëve, se ka një hadith tjetër, la tasubbu rih, mos e shani erën. Mos e shani erën. Kjo çka tregon? Se njerëzit në gjahiljet me fenomenet natyrore janë çfarë? Janë pozicionuar në pozicionin e sharsit. Njëra keqe edhe janë nisë me shah. Runa Zot. Kira realisht ata e shah se bebi që e ka qenë Zoti. Sa jo erë vetë nuk ecë. Apo, nëse për shembull njeriu e drejton makinën, edhe i mshon dikujna, edhe dëmton, runa Zot. Edhe njëri më thon, "Kërri keq valla." Kada. Kush ka të drejtu këtë kërr? Filani. Apo, nuk ka dikun që kanë shtim burg kerrin. Ja ka shtim shoferin. Sa ai është përgjegjës për ata. Apo, shembulli i Allahut është më i lartë. Ne zakonisht ka do me bë, do na me shokerr, pse me shokerr Allah, po dikush e ka shtyr ata, e ka kontrolluar ata. Pejgamberi alayhis salam ja ka heqë cilësi xhailetit arabëve. Dhe pastaj normal që këtë muslimanëve si rezultat i përhapjes të kësaj të shumë prej muslimanëve. Çka tha alayhis salam? Mos e shani erën. Kjo është me ta bë tërbije gjuhën. Sa do që e fështirë që është një fenomen, sa do që era është e fortë, shiu i madh, mos e shaj. Sepse po e shave, ti e shanë Allah. Sigur që ka thonë pejgamberi alayhis salam hadith, se ka thonë Allahu subhanahu wa taala hadith qudsi, biri Ademit e shanë kohën, a realitet e shanë Allah. E kush e ka ditën në dorë? E hanë, e marë, sahati, një e gjizë, kush i ka në dorë këto? Kush i ka po këto? Rabbul Alemini. Ti kur e shan kohën, kur e shan shiun, kanë të shoh. Po kush e ka shluar? Rabbul Alemini. Andaj e bën tërbije pejgamberi alayhis salam gjuhën e muslimanit, çfarë? Mos u shaj. Mos u shaj. Nuk do të më kanë kjo efekti i parë joti, çova kjo. Jo. Thuaj subhanallah, sikur do të them të hadithe të tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ka bërë tërbije pejgamberi alayhis salam një musliman që kur ballafaqohet me ndonjë fenomen, apo a vret gishtin, a lëndohesh, a prishet diçka, njerëzit zakonisht lidhen me të shamë. Ja, si të qëlloj për një herë mirë, këtë prish të mbinë muë, i dëgjoni fjalë të njerëzit. Thot, s'kam në falë për gjallë. Shka ka e prish bjerë mundor, po nuk o marë qështu. Nuk o qështu. Gjithë shka është të lidhë me kaderin e Zotit. Gjithë shka e ka shkrujt Zotit. Gjithë shka ecë dhe lëviz dhe këtë univers me urdhën e Zotit subhanahu wa ta'ala. Ti lidhë me Allahun subhanahu wa ta'ala, se nuk krim pun kjo lafi jot. A e banit keqen të mirë? Jo. Kitë prish të mumbin. Edha u bojë mirë kjo? Jo. Andaj, kjo veqe e shqetson zemrën, e ranon zemrën. Edhe ma e keqja, hinë gjuna dhe hinë mëkat me Allahun subhanahu wa ta'ala. E gjashta, prej mësimeve që ne kam mësuar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, këto hadithe të lutjeve, kur ka frim, kur ka erë, kur ka shi, e kështu me radhë, cilat të ndërum xhamat, është mos ti kundërvihemi gjërave që i lëshon Zoti i Madh xhel xhelalu. Të mësohemi, të bindemi kaderit Zotit. Mësohu me ecë në rrjedhojën e kaderit. Se po i dale kaderit kundër, vështiro jeta. Kaderi e ka një trajektore, një vika hec. Edhe ti nëse i del kundër, para mendoj me dal një kerrit 300 orë, 200 orë, edhe kerri ranë, ose një kamionit, ose një autobusit, ose një trenit, edhe me dal me thonë, i fort jam une. Ja. Kaderi Allahut është për të iksaj që ka mundet me ta mërim imaginata. Kur gjo nuk janë këto mjete shpejta, të forta, që ka një drejtim. Treni e merë një drejtim, dhe të nësi del kundër, apo, për me shfidzu treni dush me ip në tren, me ecë me ta. Nëse i del kundër, të mytë, s'ka zgjidhe tjetër pa të mytë. Apo, e tani e kemi kaderin e Zotit, e ka një vija jo, e do me mëri që aty. Gjithë shka ecë me kaderin e Allah. Për me shku jeta mirë, shko ka ato ecë kaderi. Mos shko kundër. Sepse, atërë nëse nuk pajtohesh me kaderin, kryot nervoza. Por nervoza jote nuk e ka kudretin me ndruhe kaderin e Allah. Në do tim jam o gjo. Pse jetë tim ti, kur gjo së dryshon? Kur gjo?
Sikur që e shamja e erës, kur gjë nuk ndryshon. Çka do që shash, nervozohesh, qetësohesh, bezdisësh, kjo vjen e trajektorës kaderit hiç nuk e ndryshon. Andaj për të jetuar mirë dhe këndshëm, çka do të më bë? Ka ato heckë, çështën. Andaj për shembull, ne kemi rastin më të rëndë që i ndodh njerit, vdekja. Vdekja. Nervoza jote, e kajtme jote, vajtimi jot. Pse ka ndaluar pejgamberi sa vajtimin? Sepse vajtimi është kundërshtim ndaj kaderit. Pse vdiç? E ç'a më bën? Ç'a do më bë? Hajde ka thon. Ai vdiç. Apo vdiç filani, vdes familjari, edhe ti e kije pajtimin dhe kundërshtimin. Kundërshtimi jot kush o fajdes ba. Ja. E më e mira cila është, me thon inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ta Allahu t'jena, ta e kena më kthie. Edhe ato shka pajtohen, edhe ato shka spajtohen, i gjalli nuk i dekti nuk ngjallet. Kur kush me t'kajt me se ka qut dekmin, kur kush me t'vajtu me se ka qut dekmin. E kjo shembull për ta kuptuar se çdo kundërshtim dhe kadereve të Zotit nuk e ndryshon kaderin e Zotit hiç. E çka do të më bë? E jotja është vetëm i mor sebepat. Tjetra kur gjë nuk takon tije. Për këtë arsye na mëson pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, çka na mëson? Që ne mos t'i kundërvihemi kadereve të Zotit. Nëse ka shlu frimën, ti vesh takon, ja Rab, khairin e kësaj na o Zot, runa pi sherrit sajna, ama jo më kundërvije. Jo më kundërvise, ajo nuk nalet. Ajo nuk nalet me rizallukun as me idhrimin e kurkujna. Ajo e qënë vijen e vetë. E ti shko që ajo ka të heci kur shtrati i lumi që e ka vijen e vetë. Tjetra, shiko këtë dobit që e ka nxjerr nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasallam gjatë lutjeve kur ka fry era. Për dikan me fry era kur gjonë ka. S'ka vakte me menu për erën. S'ka vakte me menu për shiu. Ama po i boni dam veç Zoti i Madh diçka folaj. Veç Zoti i Madh diçka folaj. Veç Zoti i Madh diçka i shkon në mene e tutut me fol. Allahu e dim mas mirë ti çka menon ai për Zotin e Madh. Shembull ja ka mush ujë Allah i shpijen. Ja? A kisa e ka ndrejsh të rej? Ja? Çka të shkon menja për Zotin? Çka të shkon menja për Zotin? Kjo është provë. Zoti s'tin s'provë. Edhe ta teston, ta nxjerr. A ke pa sikur uji kur vjen shi i madh e nxjerr bërllogin jashtë. Pi kanaleve del çka smos. Pse? Se ka ai çaty ka bërllogi. A njerëzit bërlloget i kanë zemër. Veç vjen një sprove provokon edhe nxjerr. Vjen një sprov e provokon edhe e nxjerr. Andaj pejgamberi alayhis sallam neve na mëson që në këto fenomene, edhe pse janë ditore, frima, era, shiu, vapa, janë ditore për ditë ndodhin. Mirë po pejgamberi sa çka do? Që rutinat ditore mos më na kalue çështu, si zakon. Jo mi boj ibadet. Ja, frima vjen ta nxjerr doaja. Era vjen ta nxjerr një lutje. Shiko, pejgamberi alayhis salam dëshiron që nga çdo fenomen, nga çdo pak frima, nxjerr një lutje. Sepse ti për lutje je krijuar. Kjo është sekreti i lutjeve. Kjo është sekreti i lëvizjeve të fenomeneve, që ti me të nxjerr lutja, me ta nxjerr Allahun i doa. Apo? E ka njerëz nuk i kujtohet kjo. Nuk i kujtohet kjo. Duhet me nxjerr një doa, nxjerr një doa. E nxjerr një doa pa e pas. Ti për shembull, mos me paskon frikë, me paskon këtë rahat, s'u ke shkujtuar. Ama ta turbullon pak, apo e ti ta nxjerr doaja. Kjo është për urtësive të Zotit xhelel xhelalu. Allahu e din çish funksionon njeri. Ai ka krijuar. Njeri mos me kon smundja. Vallai nuk e ul krijet. Mos me kon belat, nuk e ul krijet. Mos me kon testat të ndryshme që Zoti ja çon njerit, vështirësitë, ai se ul krijet. Vallai nuk e ul krijet. Po shifni mbretnit. Pse mbretnit nuk e ulin krijet? Sa të janë sprovum me begative, pushtet, me fuqi. Aja ul krijet veç krijet në belaja, veç krijet në tërështimi. Faraonat në Egjipt kanë jetue në saltanatin më të madh të mundshëm, ndërkohë që njerëzit kanë dek për bukë. Në Egjipt kanë dek për bukë. Ai ka bëu këtë tjetër jetë me një vend. Edhe njëjta ndodhe me neve. Pastaj mas kalimit disa viteve zbulojna se dikush ka jetuar në mesin ton, apo dhe ka bëu jetë mbreti, ndërkohë që dikush mezi se ka nxjerr bukën. Me kjo kadero, kjo caktimi Zotit te bareke ve, kjo ndryshohet. Zoti ka sprovu njerëzit. E çka do të na më bë? Pikëtyre rutinave me nxjerr dua. Me nxjerr dua. Nxjerr dua, mbi çdo fenomenet nxjerrni lutje.
Kjo është ibadet. Pra, rutinat e përditshmërisë tonë me kalun ibadet. Me kalun në ibadet, nxjerrni tasbih. Një subhanallah, një Allahu akbar, një la ilaha illa Allah. Tjetra prej mësimeve që kanë nxjerrë dietarët nga lutjet e pejgamberit alayhis salam, cila është që të mësohet njeri me prit të mira. Me prit të mira. Andaj vërejnë çdo dua pejgamberi alayhis salam që e ka bë, njëra është lut për hajër, pastaj është ka lut me mbroj pi sherrit. Pra, te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam bizotron mendimi që mirë ka më bë. Mirë inshallah ka më bë. Ai se kalon. Ashtu më radh. Frika ekziston. Lutja për prej keqes ekziston. O Zot, runa pi të keqes kësajna, runa pi sherrit kësajna. Ama e ka mësuar besimtarin që me pas mendim të mirë. Mendim të mirë për Zotin e Madh te bareke ve teala. Tjetra prej mësimeve që kanë nxjerrë dietarët në duat e pejgamberit alayhis salam, cila është se ka mundësi Zoti me mbledh azapin edhe rahmetin me një sebeb. Pra një shi është një ero. Për njënin është rahmet, për njënin është azap. Dhe kjo pikë drejtit Allahu subhanahu wa taala. Një mençuri, një trua, njëri i bëhet azap, njëri i bëhet rahmet. Si kështu, bie shiu me të madhe. Dikujt ja mush baçën çat sa i duhet për me ja krye bereqetin, për me ja bëhe ushimin, ja ujit grunin, ja ujit farën, çka e kam bjerë. I njëjti shi, qatë dit, në qatë sekund, te tjetri, ja ka mush, po drumin uj. I njëjti. E që ka thënë alayhi salatu wassalam, "Ar-rihu min rauhillah, ta'ti bir-rahmati wal-'adab." Kjo është për ushtrisë Allah, era për ushtrisë Allah. Vjen rahmet dhe bashkë me ta mundet dhe me kon azabi. Andaj për shembull ka shembull ndryshe. Një njeri për shembull një sebeb vjen, këta të dy ndryshe e psojnë. Apo, merre për shembull, Zoti na ruaj, ata që janë sprovuar me kancer. Allah i shëroft të sëmurët e muslimanëve, me çdo lloj sëmundjeve. Po jo krejtë përjetojnë njësoj. Ka njerëzi i afron me Zotin. Thotë një shakon dalalet, që kanë humbje. Zoti ma shë këtë sprovë, mu këthit e aj, mu lut, me lut atë, aje këndorë smujën teme, aje këndorë shërimin tem. Dhe e ban këtë sprovë afrim me Zotin, afrim ka Zotin. Dhe ka ana tjetër, ka njërës që e njëti kancer, në qatë doze ka, njësoj e ka, njëtin ven e ka, azaba për këta. Ja njës me menu keq për Allahin, që ka ma qoj muhe, pse muhe, që ka mba one, dhe fillon me hien nga kapitulli sherrit. E njëjta është. Andaj shikoj pejgamberin alayhis salam si na ka mësue se me një sebeb Zoti i Madh te bareke ve teala dikujt na bën rahmet, dikujt na bën azab. Andaj ti është për shembull njëri, Zoti ja çon 10 njerëzve ka 1 evlat, apo tut 10-ve ka 2 evlat, apo tut 10-ve ka 5 evlat. Ama jo këtë njësoj e ka njëtën. Njënë t'i bëhat e vladi rahmet, këtë t'i njëti e vlad, qatë datë ka linë, njësoj ka linë, qatë shnet e ka, azapët. Edhe ti isha prindit kur takohen, thot ki gjelli jotëve, që moshatar, azap i madhë, shamra, ki që të vëllë alhamdulillah, mëngon, i kujdeshëm, i ullzum, njëta. Një sebepo, qaj sebepo? Menquria. Allahu gjelejab edhe besimtarit menqurien, edhe pa besimtarit menqurien, edhe kriminalit menqurien. Besimtari e shfrytëzon menqurien për me bo khajr, për me mësu fejr, për me bo të mira, për minimu dikujna. Dikush e përdor, njëtën menquri, njëtën e ka, qatë nivel inteligencë e ka me koeficient. Ama e shfrytëzon për shumë me bo shërë. Edhe ajduti nuk ka budal. Edhe ajduti, edhe këto ajdutat që ka vedhen me letra, këto matë me qëmë se këto s'ka, a me vedhen me letër. Që kjo letra thot e banë kishë nga këtë procedurë vla, 1 milion gjep. Procedurë, sikur këtë gjithë s'ka në regu, ama të vedhë, aja të vedhë. Aja me menquri e banë, me dinakri e banë, që mu du kisha këtë regu. E njëta, me njëtën menquri dikush, banë mirë. E njëti, qaj trua. Mi po varët që i shvizon. Varët që i shvizon. Andaj, prej çudirave të sebepeve është që bartin me veti edhe rahmet, edhe azab i njëti sen. Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që të lutemi për
khairin e sebepeve, dhe të na ruan pi sherrit atënve, dhe të na ruan prej sherrit atënve. E 10-ta prej mësimeve e që shumë rëndësitë të ndërruam xhamat. Çka na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me këtë lutje? Që gjithmonë të jemi të varfër karshi Zotit, fukara karshi Allahut. Ne gjithmonë kemi nevojë për Allahun. E Allahut si duam na hiç. Allahut nuk i duam na hiç. Me dek ti, kur gjon s'bën. Me dek ti edhe unë, kur gjon s'bën. Kur gjon në univers nuk ndryshon. Ha? Shiko, pos nëse Allahu xhël xhelaluhu i jap dëni sebeb. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, kur i ka vdek djali i vet, u ka errësu dilli. U ka errësu çat ditë çka ka vdek. Dhe me një herë kanë menduar disa sahabeve se kjo është sebeb që i ka vdek djali i pejgamberit ton, alayhi salatu wassalam. Dhe është logjikshme me lidh këta me këta. Ama pejgamberi sa me ka largu këta. Ka thënë o ju njerëz, dielli dhe hana janë krijesat Zotit. Ato ecin me urdhën e Allahut në e xhelat që Zoti ka caktuar. Nuk errësohen dhe nuk ndriçojnë me lindjen apo me vdekjen e kujt do koft. Para më do djali pejgamberit alayhi salatu wasalam, kur ka vdek, është errësue dielli çat ditë. Nëse ka thonë nuk është sebeb djalit tëm. Ja, nuk është sebeb djalit tëm. Me paskon djali pejgamberit ka vdek, çat ditë ka qellu më ursu dielli. Apo mirë po pejgamberi ka thonë nuk është sebeb djalit tëm. Me na qellu neve. Por që mu të ka ndodhë ti një musibet, edhe qatë ditë të erë midis dite. Ha? Ja në e vliauna, se i shima dritat. Ja shima njerëzve dritat. Jo, nuk ndodhë kur gjo. Gjithë që ka ndodhë, Zoti që ka caktue. Që ka në mëson të ndërum gjemat. Se kur që nuk ka jona. Ne jemi fukara për Allah, gjithë që ka Zoti e lëviz, kretë është e tina, jeta o jonë është ndorë të tina, sukseset tonë janë ndorë të tina, gjithë që ka është ndorë Zoti Gjelle Gjelalu. Po këtë asyri na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam që ne vazhdimisht ta manifestojmë fukarallëkin ndaj Zotit. Gjithmonë i fukara, bëu fukara për Allah. Mos u shtir zëngin. Mos ani pse ki parë në xhep, mos u shtir zëngin. Ani pse ki firmë, ani pse ki çka do lloj biznesi që ki, mos gabon me menduese ai të shet. Vallahi shejtani mos kujto që let. Një ditë, 2 ditë, 3 ditë, 1 vjet, 10 vjet. Piçi di biznesit hajna buk. A nuk i një njerëz që thonë? Alhamdulillah, ama ki zemrën e kotlit për duqanin. Ki e thot alhamdulillah, ama mes me kanë duqani. Qa mes me kanë duqani? Shiko të ndërën gjëmatë, zemra lidhët për ditë ka pak, edhe pastaj, kur ta shifsh, ki menon se duqani e furnizon. A nuk janë një numër i madhi njerëzët që menon se duqani e furnizon? Duqani e furnizon. E një të të po unë e qatibe e kam bukën. A se kam qati, po jobe nuk e ki qati bukën. Oj ndërun nuk e ki bukën qati. Ajo është sebeb Allahu të furnizon. Bane që nuk ka hiq, a i duqan, ti prap kishe pas me hangër. Ti kusht ka ushije në bark nanës. A nuk është Rabbul Alemin, Zoti i madh. Ti s'ki dilbe, as nuk dish ku i as çka i e. Po këtë asyje në mëson pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, kur frin era, kur bjen shi, kur ka vurçim, kur ka vap. Çka do të ndodhi fenomeneve të Zotit Xhelle Xhelalu që ne vazhdimisht këtë të manifestojmë me fukarallëk ndaj Zotit. O Zot, ne jemi të varfër për ty. O Allah, na fal. O Allah, mos na dono. Kjo është lidhja në mes robit edhe Zotit Madh Xhelle Xhelalu gjatë lëvizjeve të fenomeneve. Tjetra, që ne ka mësuar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, cila është ti dim sunetet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, qoftë edhe diçka e cila është rutinë apo edhe në sinin e njëri pinëve është e vogël. Plot për njerëz thotë, o xho tash unë çdo kat hije ka dal ti mësoj këto fjala, po. Ka dua për me hyrë në shtëpi. Ka dua kur dal pi shtëpie. Ka dua kur hip në kerr. Ka dua kur e shlën kerr. Ka dua kur nisësh rrugë. Ka dua kur kthehesh. Pse do të më ditë të dua? Ka dua kur rin në vejtore. Ka dua kur del. Çdo sen ka dua. Sepse çdo lëvizje e jotja në ta ka mundësi me ardh edhe rahmeti edhe sherrri. E ti e këta çyshe përcakton me dua, me lutje te Allahu subhanahu wa taala, dhe si ne kam mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Nga kjo çka mësojna,
Por shembull dikush për njerëz thot, a dua ka edhe kur frinje era? Po. Ka dua kur frinje era. Ka dua kur bere shiu. Çfarë më mësoni sunetet e pejgamberit alayhi salatu wassalam në përditshmëritë e juve. Merë për shembull e kije mburoja e muslimanit. Libër i vogël e kije edhe në telefon e zbrit. Mësoje për ditë. Çka më thon kur dal pi shtëpie? Një javë ditë duhet me e thon me telefon, me libër, mos harret 8 ditë thu vet. 8 ditë thu vet. Për çdo sen. Sikur që njerëzit mbështeten te sebepet e veta, te dyqanet e veta, te mençuritë e veta, besimtari duhet më anxhit edhe këta me thon Bismillah. Apo tawakkaltu ala Allah. Mësoj këto dua të cilat I ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.